Përshëndetje. Ta bëj një parashikim tani direkt për javën me letrat e dashurisë, çfarë do t'rregojnë këto. Për ju, për partnerin tuaj, si do të ndihet ai. Nëse është i vrarë shpirtërisht apo ka një gëzim brenda vetes që në të ardhmen do t'i japi shtys për të lëvizur drejt jush. Ta shohim pak ai si do të ndihet këtë javë. Po lë vetëm një sekond këtë letrën. Atëherë, kjo letër tregon që ai ka një ndjenjë sekrete në lidhje me ju. Kjo do thotë se ai mund të ketë dikë prezent, mund të ketë një bashkëtesë, mund të ketë një të dashur që vërtet e don atë, por jo më shumë se sa ju. Mund të ketë një martesë. Por kjo ndjenja që ai ka është një ndjenjë e fshehtë gjithsesi. Edhe nëse nuk i ka këto, ka një ndjenjë të fshehtë që ju aktualisht nuk e dini, që ai vazhdon të ketë një ndjenjë tek ju. Dhe unë them se do vazhdoj të doj, do vazhdoj të mendoj, ka shumë mundësi që të bëj ndonjë hap drejt jush, ndoshta një sinjal, ndoshta një zile telefoni, ndoshta një mesazh të shkurtër, ndoshta do të rastisni dhe mund të thoj një si je, apo një buzëqeshje, apo diçka tjetër. Do të ketë një sinjal, një afrimitet më shumë se herët e tjera. Dhe kjo gjë është çështje kohe. Koha është në favorin tuaj. Kur vjen letra e kohës, është gjithmonë një letër pozitive që jep mundësi atij personi edhe ty që të qartësohen gjërat. Është letër pozitive, shumë pozitive. Dhe ju, vajza, si do të ndiheni drejt atij? E njëjta letër. E njëjta letër dhe për ju. Atëherë, sipas kësaj letrës, atëherë ka shumë mundësi që ju të jeni shpirti binjak me këtë person. Pavarësisht se ai nuk po bën lëvizje drejt jush, apo dhe ju drejt atij. Njërë thoni e dua, pastaj se dua, njërë thoni do t'i shkruaj dhe pastaj ktheheni pas. Atëherë është e njëjta gjë dhe e njëjta ndjenjë për të dy. Ndoshta gjëra të vogla mund të ndodhin, të shikojmë. Ciao.